Keni shpesh dhimbje mbrapa koke, ja çfarë shkakton dhe si mund ta lehtësoni. Dhimbjet në pjesën e prapme të kokës shoqërohen si pasojë e tensionit, stresit ose lodhjes. Megjithatë, sipas të dhënave, ajo shpesh mund të shfaqet si rezultat i hernias diskale ose ndonjë lëndimi të mundshëm në pjesën e sipërme të qafës. Shenjat e dhimbjeve mbrapa kokës. Dhimbje në pjesën e prapme të kokës mund të shoqërohen me disa shenja ndaj të cilave duhet të jeni të vëmendshëm. Këto shenja janë ëmbirja e qafës, dhimbje therrse e krahut të majt ose të djathtë të qafës, dhimbje të kokës, dhimbje të forta të syrit, dhimbje që intensifikohen pas çdo lëvizje të kokës, pamundësi në lëvizjen e qafës, shfaqje e dhimbjeve mbrapa kokës. Kur dhimbja vjen si pasojë e luhatjeve të tensionit, dhimbja mund të jetë e rëndë. Për të përballur me këto shqetësime, duhet të ndryshoni mënyrën e qëndrimit, të qëndroni si duhet, të merreni me aktivitete fizike dhe të përdorni kompresa të ngrohta. Janë alternativat më të mira lehtësuese që mund të bëni në kushte shtëpie për të përmirësuar situatën tuaj dhe për të evituar gjithashtu edhe këtë shqetësim.